Përshëndetje shikues të dashur, ja jemi këtu në një punëtori me një robaceps, i cili unë kur hyra i thash wow, për herë të parë takova një robaceps të ri, se në qarshin e vjetër kemi paksa më të moshuar dhe sikur të rinj, brezat e rinj kanë haruar këtë zanat. Po, se ka fillu të harohet për shkak se nuk ka interesim të rinjes, të fëmijërisë, sikur që kanë filluar para disa viteve une, këtë periudhë është shumë problem për gjeneratën e sodit, kështu që s'ka interes. Nuk ka interes. Për atë dhe u habita kur erdha të thash të rritë, më thanë, nuk jam, nuk jam në moshën e mesme. Thash, thash në komparacion me robaceps të tjerë të cilët janë këtu në skatën Rrugicat e Qarshisë së vjetër që i kanë dyqanët, je më i riu. Dhe më interesoi pikërisht ajo gjenerata e fundit që je, prej kur ke filluar, prej cilës moshë? Moshë kam qenë atër 11 vjeçar kur kam fillu, para 31 viteve, gradualisht hapat e parë në atë periudhë ka qenë, dhe ko pas kohë erdhin deri këtë kohë që jam sot. Po, mirë, a ke trashëguar prej një familjarit, apo e ke marrë këtë zanat të dënjë mjeshtër? Do me thënë, zanatin nuk e kam trashëguar, por e kam marrë zanatin prej mjeshtrit tim, i cili është edhe në kompleksin e Qarshis vjetër. Dhe tani jeni ndarë dhe ti ke formuar një punëtori veçmas. Mirë, unë shoh këtu ke robe përpos të meshkujve, punon edhe me fustane. Si është, ka më shumë të interesuar gjinsi mashkullore apo femërore? Tani për tani ka interesim edhe për gjinis femërore dhe gjinis mashkullore. Qepmi edhe sene treja, kostume, pantallona, po ashtu edhe për meshkuj si zakonisht gjaketa, pantallona, kaputa. Mirë, a vinë më shumë për diçka qepje që duhet të rregullohet, apo bëjmë edhe riparime, apo kështu në dizajn krijimi? Tani për tani interesimi është më i madh te korrigjimet, riparimet. Për të qepjet është pak më i ulët, për shkak është koha që zhvillu edhe konfekcioni, ka roba të gatshme. Ka interesim, po është pak më i dobët interesimi për qepje. Për qepje do me thënë është më. Ju punoni këtu vetë, a kishe dashur apo a ke ndonjë qirak të ri dhe a kishe dashur ta trashëgosh këtë zanat? Se si duket në disa vende të jashtme, unë e shoh për vete. Personalisht kam filluar që kohëve të fundit, kur është klasika në pyetje, më shumë të shkoj në qepje se sa të shkoj direkt në një dyqan, se kam problem me madhësin, me vizualitetin, do me thënë me dizajnin që e ka. Kështu që drejtojmë të ju të robacepsët të cilët i njohë. Po, si pas zanati, robacepsia është artë. Artë është normal. Me knatësi e punoj. Gradualisht ka fillu interesi porosiat, qepën me porosi, sikur që ishte para disa vite, kurse tani ka filluar edhe tani, mirë po nuk është edhe shumë interesi i madh, mirë po në krahasim me të kaluarën është më i dobët, mirë po ka fillu. Ka filluar të ringjallet sërisht. Po sërisht, për shkak se qepja, porosia është diçka e veçantë. Dhe qepët si duhet. Personi që vjen, ja merr masën dhe ja merr sikur që e ka trupin. Po, a të ka ndodhur se dikush të vije shembull me një skicë dhe të thotë kam dëshirë kështu të jetë? Dhe ndonjëherë a e munduar për shembull t'i bësh korrigjime klientit që ti tregosh se sipas madhësisë ose peshës që e keni, dizajni duhet të jetë paksa më ndryshe? Shife, ndodhë dhe kjo, do me thonë si pas konstruksionit, si pas që e ka ai trupin, që e kërkon ai
nuk përshtatet. Për shkak se konstruksia e tij është pak më e plot, ai e lyp këtë sikur që është në dizajn. Pse nuk më ri mu Pse nuk më ri kështu? Neve mundohemi t'i spjegojmë. Domethënë neve i kemi ato, si them, parandjenjat se si personi do t'i del mbas. Për shkak se ne kemi provoj dhe kemi qep s'di sa herë dhe ne jemi që duhet të spjegojmë, t'ja u tregojmë klientit se kjo duhet kështu të bëhet. Ty çka e kërkon këtë, do të bëhet tërë dikun, mirë po sipas konstruksisë që e ke ti, nuk mundet të përshtatet sipas personit që e ka konstruksion e vet. Kështu që dihet kur është personi me tmeta, se kemi lloj-lloj. Normal. Mirë, secili ka atë, është ideatori i vetës, si tani është Dëshira e tij e kërkon atë, mirë po ne me sy tjerë. Mirë, tash keni më shumë çepja thatë, në cilën stin më shumë, verës, dimrit, pranverës, vjeshtës, si cila stin e verës është pak më e dobët, për shkak se është vapë, edhe vetëm kur janë sezonat e darsmave, ka interesim. Ndërsa stina e vjeshtës edhe e dimrit pak ka ma ndryshim, edhe e pranverës. Zakonisht e vjeshtës është pak ma ndryshe se sa e pranverës. Dhe pregaditen, për shembull, për stinën e dimrit, si kapute, xhaketa, si cila stinë ka atë stilin e vet. Stilin e vet dhe nuk mund të ndahet. Mirë, shokët lokacionin tuaj është në zemrën e Qarshisë dhe në këtë kaldërmën e bukur. Keni një pamje të shkëlqyer dhe shoh se hyn klientë, janë të interesuar. Tash për tash a jeni të kënaqur me punën, me sasinë e punës që e keni dhe a mundet me këtë zanat që e keni të mbijetoni ose të përfitoni diçka, të pasuroheni, është në thojza, mi po mvaret. Diçka, pasuria është diçka kuptim tjetër, kurse e përditshmja është diçka tjetër. Kështu që falë Zotit që 20 vite gati që jam i pavarur, që kam fillu punoj vet, fillimi ka qenë pak i rëndë, me kalimin e kohës kam tregu mjeshtrinë teme dhe gradualisht mundohem ta tregoj dhe punoj që tregohem dhe shpresoj se do të kem edhe sukses më të madh se sa të kaluam. Sa mirë. Keni klientë të njëjtë? Shifem. Apo rotohen? Rotohen. Kemi pat klientë, i kemi edhe ato që i kemi pat pi atëherës, po ka ndryshime, ka të caktuar. Ka të caktuar. Unë shoh disa shkallë lartë, çfarë kam lartë në tavan? Është si punëtori? Po, si punëtori, për shkak se neve punojmë edhe me tekstil dhe me likur. Sa mirë. Po. Bëni ngjitje apo edhe riparime edhe të reja. Edhe të reja të lëkurës. Po, të lëkurës. Keni makina speciale? Po, speciale, për atë shkak vendit që e kam poshtë, jam mundu ta hapi edhe nalt, që të kem hapësirë. Në zemrën e Qarshisë, do me thënë, kemi një ekstra punëtori të mirë. Ja, tani ne e zbuluam se kemi diçka që punohet edhe me lëkurë që unë nuk e kam ditur. Po që se shoh ndonjë model me lëkurë, mund të ma preferoni edhe lëkurën juaj, se ju jeni edhe ata të cilët ndonjëherë klientëve na preferoni, ky material është më i mirë, se unë për shembull nuk di se cili material është më i mirë dhe me kualiteta. Keni hasur në asnjëfar lloj? Po, kemi hasur. Sugjerime, këshilla që klienta. Po, patjetër, për shkak se ne i kemi parasysh ato. Klienti nuk i ka ato parasysh, për shkak se neve kemi njohuri në materialeve të ndryshme, po ashtu edhe të likurës, edhe të likurës ka lloj-lloje, po edhe tekstili ka shtofa materiale të ndryshme, kështu që ne jemi detyruar për mi ja shpjegu dhe une sa herë që vjen klienti mundohem t'i ndihmoj dhe të shkojmë në vendet caktuara të qytetit, ku shiten stofat
ndryshëm dhe përmbajtjet i kuptojmë ne për shkak se provoja e ban vetën, ka lloj përmbajtje dhe ne mundohemi sa më shumë klientit t'i ndihmojmë, t'ia shpjegojmë, t'i sugjerojmë. Ka klient që spari vjen te unë, këshillohet, e sugjeroj dhe pastaj shkojmë së bashku dhe zgjedhim atë që e dëshiron. Mirë, për në fund do kisha dashur një mesazh për brezat e ri, çfarë mendoni? Është një lloj arti rrobaçepsia, është vërtet është krijim të ri. Mua më pëlqen edhe dizajni. A do ju kishi preferuar që shembull ta kenë, po që është edhe një profesion që nuk mund t'ja dalësh deri në fund të muajit, që ta kenë si hobi, të vinë shembull dhe ta marrin këtë zanat, se ky zanat është i artë. Zanatet të gjitha janë të arta. Çdo herë kur ke zanat, domethënë ke bukë në shtëpi. Po, ashtu. Asnjë zanat nuk është, si them, nuk është i keq apo është normal se me zanat jetohet. Mesazhi im është çdo fëmijë, çdo gjenerat e re është mirë të fillojë të marrë zanatin. Për shkak se profesioni im është rrobaçeps, unë e kam shpirt këtë zanat, e kam dash dhe kam arrit dhe ku jam. Kështu që kisha dhënë një mesazh pozitiv që t'interesohen rinia e sodit. Dhe do mund të kenë edhe hapësira edhe këtu të drejtohen edhe te ti. Edhe këtu unë të drejtohen, për shkak se tune çepët edhe diçka e re nuk riparohet, kështu që ai fëmijë që vjen te une, shpresoj që ai do të ketë një jetë dhe një të ardhme shumë të bukur, sukses dhe hapat e tij do t'i ndihmoj maksimumin që ai të filloje dhe t'ja ëmbëlsoje. Është art, me të vërtetë. Është art rrobaçepsia. Faleminderit shumë që ishe me neve dhe për të gjithë shikuesit e televizionit e Alsat. Ja, sollëm një rësi dhe diçka të re që kemi këtu në zemrën e Qarshisë vjetër. Faleminderit për kujdesën, Vala, që juve që nuk e harroni Qarshinë e vjetër, nuk i harroni zanatet, po ashtu që jeni edhe ju si një kliente imja. Faleminderit shumë. Për kujdesjen, mundohet shumë, Zoti të dha shëndet dhe të jetë edhe në punë dhe suksese. Faleminderit. Faleminderit shumë. Ju uroj suksese po ashtu. Gjithashtu edhe juve. Faleminderit për emisionin, gjithashtu të mira.